Luizelli dhe Chiara Tito, siç e kemi thënë dhe stërthën, janë çifti më i famshëm në showbizin shqiptar. Si Chiara po ashtu dhe Luizi janë shumë të angazhuar me projekte të shumta. Prej ditësh rrjeti po zihen nga thashëthemet se Luizelli mund të jetë prezantuesi i sezonit të dytë të spektaklit Ferma VIP, megjithse Fioralba Ponari ka konfirmuar më herët se do ta shohim sërish si moderatorë të programit, disa burime të ndryshme po hedhin dyshime mbi këtë. Se a do të jetë Luizi pjesë e spektaklit në një rol të ri? Ajo që ka shtuar akoma më shumë spekulimet është një video publikuar nga vetë Luizi në Insta Story, ku ai shfaqet në një ambient që ngjan shumë me skenografinë e Fermës VIP. Nuk dihet ende nëse kjo është një pjesë e një projekti të ri muzikor, një bashkëpunim me spektaklin, apo ndoshta një rol surprizë që ende nuk është bërë publik. Të gjithë syt janë tani tek ai dhe produksioni për të zbuluar të vërtetën se çfarë do të ndodhë me të.